Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Të gjithë hani sheg, por askush nuk e di se çfarë i ndodh diabetit dhe zemrës tuaj. Me një pamje po aq mahnitëse dhe interesante, sa kanë edhe shihen, shegët mund të konsiderohen një nga frutat më të shëndetshme. Kokrizat e vogla dhe me ngjyrën karakteristike të kuqe mblidhen në një mënyrë perfekte brenda këtij fruti dhe duke na sjellë ne vlera të jashtëzakonshme shëndetësore. Shega është padyshim një nga frutat më përfaqësuese të stinës së vjeshtës. Gjithashtu, sipas ekspertëve, duhet të dini se ajo është e mbushur me vlera dhe shije, prandaj shegët njihen prej kohësh si një ilaç natyral i cili promovon shëndetin e mirë. Nga ana tjetër, shumë studime dhe ekspert e konfirmojnë këtë prej vitesh, ndaj sot ne do të flasim për ndikimin e shegës kundër diabetit dhe shëndetit të zemrës. Si ndikon shega tek diabetikët? Pavarësisht se vetë shega është një frut që përmban sheqer dhe mundet të duket si një zgjedhje e gabuar, ekspertët thonë të kundërtën. Në studimin ku morën pjesë vetëm 85 veta të cilët konsumuan sasi të caktuara lëngu të shegës, u vure se vetëm pas 3 orësh këta persona pësuan ulje të nivelit të sheqerit në gjak. Megjithëse mjekët nuk japin ende të dhëna se si ky frut e ndikon dhe heqë glukozën e tepërt nga trupi, ka edhe disa shifra se si duhet ta konsumoni. Këshillohet një sasi e caktuar për konsumin e këtij fruti në ditë në mënyrë që të përfitoni vlera të shumta. Ekspertët rekomandojnë 1.5 ml për çdo kilogram, pra rreth 105 ml për një person me peshën 70 kg. Konsumimi i kokrave të shegës apo lëngut të saj ndihmon në uljen e ndjeshme të nivelit të glukozës në gjak. Si ndikon tek shëndeti i zemrës? Lëngu i shegës mund të ndikojë edhe në shëndetin e mirë të zemrës tek të sëmurët me diabet. Ky frut gjithashtu ndihmon në uljen e rrezikut të prekjes nga arterioskleroza, gjithashtu dhe një sër sëmundjesh të tjera kardiovaskulare, të cilat mund të shkaktohen nga diabeti. Duke qenë një antioksidant shumë i fuqishëm dhe plot vlera, e ndihmon organizmin në shumë mënyra. Këtu përfshihet ulja e sheqerit në gjak, kolesterolit të keq dhe gjithashtu në frenimin e përhapjes së qelizave të këqija në trup. Prandaj, përfitoni ta konsumoni këtë frut të mrekullueshëm për sa kohë gjeni të freskët gjatë muajve të vjeshtës. Nga të qenurit të mbrojtur kundër gripit dhe deri tek luftimi i sëmundjeve të rënda, shegët kanë dëshmuar që të jenë mbrojtëse të shkëlqyera për shëndetin. Ato janë të pasura me antioksidantë dhe, për këtë arsye, mund të luftojnë shumë ndërhyrës që na shkaktojnë dhimbje dhe inflamacion. Ndërsa shumë përfitime përmendën në internet, vetëm disa janë të vërtetuara nga shkencëtarët, prandaj këtu ne do t'ju tregojmë mënyrat më të dobishme dhe të vërtetuara që shega mund të ndikojnë në trupin tuaj dhe në shëndetin e përgjithshëm. Mund të mbajë larg viruset dhe gripin sezonal. Me lëngun e tyre dhe kokrat e saj, shega mund të mbrojë trupin nga patogjenët. Lëngu veçanërisht mund t'ju ndihmojë dhe t'ju mbrojë nga tërheqja e viruseve nga ushqimi i infektuar duke mbrojtur zgabrat e gojës. Gjithashtu, ekstrakti i frutave që është një burim i shkëlqyer i vitaminës C, ka treguar që të jetë një burim i shkëlqyer dhe një mbrojtje kundër gripit të zakonshëm. Mund të ulë presionin e lartë të gjakut. Vetit antioksiduese të shegës janë zbuluar se reduktojnë me sukses hipertensionin dhe presionin e lartë të gjakut. Një studim ka treguar se ata të cilët vuajnë nga këto gjëra duhet të konsumojnë të paktën 240 ml në ditë në mënyrë që të fillojnë dhe të shohin rezultate. Gjithashtu ata duhet të sigurohen që lëngu i shegës të jetë 100% natyral pa sheqer të shtuar. Një mënyrë tjetër se si shega ndihmon në presionin e gjakut është përmes kaliumit. 100 gram sheg përmban
236 gram kalium, diçka që ndihmon në ruajtjen e shëndetit tuaj të kockave dhe funksionit të zemrës. Mund të përmirësojë tretjen. Njerëzit të cilët luftojnë sëmundjen e Crohn janë shumë të njohur me probleme të stomakut, të cilat rezultojnë si ulje e oreksit dhe humbje në peshë të tjerë. Arsyeja për këtë është grumbullimi i baktereve brenda stomakut që rezulton në inflamacion të rëndë. Një zgjidhje që shumë studime kanë gjetur të jetë e dobishme është pikërisht konsumimi i shegës. Ekstrakti i frutit duket se është një mbrojtës dhe një stimulues shumë i mirë kundër këtyre baktereve që shkaktojnë gjithë dhimbjen. Mund të forcojnë kujtesën tuaj, veçanërisht në atë që luftojnë me Alzheimer. Ky ishte përfundimi i studimeve të Dr. Hartman, ku ai u dha pilula shegëve pacientëve të cilët do të bënin një operacion në zemër. Pilula e parë është e dhënë 1 javë para operacionit dhe e dyta 6 javë pas. Pacientët vunë rest dhe kujtesa e tyre ishte 100% e paprekur dhe madje edhe më e mirë se më parë. Nga ana tjetër, pacientët gjithashtu të cilët nuk morën pilula përjetuan humbjen e pjesshme të kujtesës pas një operacioni. Gjithashtu, Dr. Hartman shkoi edhe më tej duke thënë se ai kishte disa prova se pilulat ndihmuan në krijimin akoma dhe më shumë të neuroneve të cilat ishin të nevojshme për trurin. Kjo nuk do të thotë se ai gjeti kurën kundër Alzheimerit, thjesht do të thotë se konsumimi i shegës që në moshë të re mund të ketë përfitime të mahniqme. Mund të balancojë efektet e diabetit. Është zbuluar se nivelet e larta të sheqerit të lidhura me diabetin mund të kontrollohen thjesht duke ngrënë një sheg çdo ditë. Këto fruta munden që të reduktojnë stresin oksidativ, që është shkaku kryesor i diabetit. Ato gjithashtu reduktojnë llojin e keq të kolesterolit duke ndihmuar në ruajtjen e një niveli relativisht të ulët të sheqerit në gjak. Megjithatë, pacientët me diabet duhet të jenë shumë të kujdesshëm me marrjen e përditshme të shegës. Në fund të ditës përmban sheqer, diçka që duhet ta konsumoni në sasi shumë të ulta. Përmirëson shëndetin e kockave dhe redukton dhimbjet nga artriti. Në një studim të vitit 2011 u zbulua se vaji i shegës mund të lehtësojë ndjeshmërinë e kyçeve. Për më tepër, shkencëtarët kanë gjetur prova të rëndësishme që tregojnë se si antioksidantët e frutave mund të luftojnë me sukses artritin. Jo vetëm kaq, por mund të përdoret nga kushdo për të rritur forcën dhe funksionin e kockave të tyre. Kjo u vërtetua më tej në një studim të vitit 2016 ku pjesëmarrësve ju dhanë 200 ml lëng shege në ditë, 6 javë më vonë. Subjektet vunë re se ngurtësia e tyre e kockave u ul dhe funksioni i tyre fizik u rrit. Gjithashtu, sipas ekspertëve, shega ka një aktivitet antioksidues 3 herë më të lartë se ai i verës së kuqe dhe çajit jeshil, kështu që do të thotë se është e drejtë të presim veti të dobishme antiinflamatore. Ka pasur studime të ndryshme të cilat shqyrtojnë veti të mundshme antiinflamatore të shegës. Ulëmtimet kanë treguar se fruti mund të ndihmojë në luftimin e inflamacionit në zorr. Gjithashtu mundet që të ulë inflamacionin e gjakut brenda 12 javëve duke reduktuar dhimbjet të cilat gjendeshin në pacientë të ndryshëm. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.